Përshëndetje nga unë Klea Kica dhe mirë se erdhët në Vibe. I ftuar i parë është një trajner boksi. Ai është Leonard Zekti. Leonard, mirë se erdha. Mirë se u gjej. Faleminderit që pranove ftesën. Faleminderit dhe ju për ftesën. Atëherë, pyetja e parë që do të drejtoj aty, do doja të di se çfarë është boksi si sport. Çfarë sporti është boksi? Në fakt, sporti si boks quhet sport burrash. Siç quhet në kohën si më parë, por gjithsesi këto kohët e fundit preferohet edhe shumë dhe nga femrat. Është një sport burrëror me pak fjalë. Preferohet nga femrat, vinë femra? Vinë femra, por jo pjesën më të madhe vinë për tonifikim ose për pjesën e heqjen e stresit dhe shkarkojnë energjitë negative, se për pjesën e aktiviteteve që të marrin pjesë në këto, boks tamam nuk është se bëjnë, kupton shumë, nuk janë të interesuar, nga që e shohin si boks si sport ashpër dhe nuk e shohin femëror, siç e them, që është më shumë pjesa tek burrat, por që kanë shumë qejf nga që shkarkojnë, kanë shumë stres. Domethënë boksi është sporti numër 1 që shkarkon energjitë negative, stresin, por që edhe humb shumë kalori tek pjesa e boksit, djeg shumë kalori, ka shumë puls të lartë, ngarkohesh shumë me pjesën e aktivitetit. E kuptoj. Në rregull, ti je një trajner boksi. Po, veç trajner boksi ti ke edhe një jetë personale, Po, patjetër që jo të gjithë të njohin. Si do ta përshkruaje veten jashtë punës që ti bën? Atëherë, janë dy gjëra të kundërta, domethënë të ndryshme. Pjesa e sportit ka disiplinën e vet dhe pjesa e jetesës jashtë është familja kryesorja që dhe puna sigurisht. Ne bëjmë pjesën e trajnerit dhe si punë tashmë, nuk është se kemi profesion, nuk është që e bëjmë siç kemi pas dikur bënim sport për pasion ose pa pagesë. Tani tashmë kemi kthyer në një punë normale. Dhe pjesa jashtë sportit unë shikoj që është, domethënë, shumë më e qetë, nuk është aq e ngarkuar sa siç është në pjesën e aktivitetit të punës. Pse vendose pikërisht të zgjedhësh këtë lloj pune? Atëherë, gjithçka nisi nga pasioni, nga që kur isha fëmijë, në moshën 12 vjeç, fillova sportin e boksit. Isha një fëmijë jo fort, fëmijë i qetë. Si thonë, jo i qetë, por që isha një fëmijë shumë grindavec, me thënë drejtën. Dhe kisha qef të bëja forcë, vegla, dikur kanë qenë këto rrotat e trenit, e kisha një në shtëpi dhe bëja forcë, bëja krah dhe zisha shumë me fëmijët, isha i shkathët me pak fjalë. Dhe dikush më sugjeroi që më pa në një lokal dhe më tha, pse nuk fillon boksën? Unë nuk e dija çfarë ishte, me thënë drejtën, por që e mendova dhe shkova. E provova, më dukte sigurisht ishte një gjë shumë e lehtë për mua, nga që isha mësuar të pjesën që ngria pesha, isha i fortë. Ama më rrifnin ata fillimisht se nuk e dija çfarë ishte boksi, se e mendoja shumë të lehtë dhe ishin dy gjëra këtë kundërta, që të ngresh pesha dhe të bësh boks janë shumë të ndryshme. Nisi aty dhe bëra disa vite boks në radhë dhe përfundova në pjesën e trajnerit, nga trajneri im që kam pasur, nga që u smur një farë kohë dhe suportoja atë. Vinin njerëz të rinj, sportistë të rinj, suportoja gjithë kohës të përsori, se i zuri një farë paralize në krah dhe detyrimisht duhet mbaj ato llapetat se ai si mbante dot. Edhe me hyri në qef si pasion, që pas asaj kohë nuk u shkëputa disiplinën time dhe vazhdoj sot e kësaj dite. Çfarë të ka mësuar boksi ty si njeri, si person? Atëherë, boksi fillimisht në disiplinë, karakter që me rregulla, pastërti, estetika domethënë. Dhe kur mësohesh me rregulla është mirë. Sporti është një që të mban larg boksi, nuk kanë bajt larg shoqërisë, si thonë, që dilin pas gjimnazit, pinin cigare, pinin kafe. Unë nuk është si preferoj, nëse ulesh në kafe do pija çaj të ftohtë ose një lëng frutash.
Dhe është një gjë që është pozitive për pjesën e jetës, që se nuk është të thonë që janë të këqija gjitha gjëra, se jo detyrimisht se ka plot sportistë që pinë cigare ose pjesën mund ta fillojnë, por që më ka mbajt larg këtyre. Një plus shumë i madh për mua. Deri në çfarë moshe vijnë fëmijët? Atëherë Praktikojnë fëmijët tek vinë nga mosha 7-8, po zakonisht unë nuk i marr këto pjesën kaq të vegjël sepse varet nga zhvillimi i fëmijës. Nëse është një fëmijë i zhvilluar tepër si fizikisht si kështu, sepse ka ca e marrin si lojë. Nuk e marrin aq seriozisht kur ti shpjegon ushtrimin, dhe mosha normale është mbi 10 që të fillojnë boksin. Dhe fëmijët janë pjesa më e madhe janë të përkushtuar te futbolli. Nuk është se kanë shumë qejf boksin, duke u bazuar që nga prindërit që shikojnë si ta ashpër, e shohin se nuk e mendojnë që sot ka ardhur koha që boksi është kthyer në tru, jo më në forcë. Është kthyer në pjesa e mendjes, teknikisht, dhe nuk ka më ajo ashpërsia që mendonin dikur boksi. Me vërtet se shumë prindër e shohin boksi si një sport luftarak dhe nuk i din këto benefitet që ka boksi. Çdo sport ka benefitet e tij, pavarësisht se boksi është një sport i ashpër, si pjesa që është në të shikuarën e jashtme, që shikon një njeri thjesht që nuk është marrë kurrë me sport ose thotë o bobo do vritet, o bobo gjaku, po nuk e di që nga këto forcohet më shumë. Fëmia ose njeriu. Çdo gjë ka, siç ka boksi këto dëmtimet, ka edhe futbolli dëmtimet e veta, pavarësisht nuk janë aq shumë të dukshme, sa që ka pjesa e boksit. Tani unë dua të di se cila është gjëja më e rëndësishme që duhet të ketë një boksier për të qenë i suksesshëm. Disiplina në radhë parë dhe të punoj shumë e më shumë. Kampion lind apo bëhesh? Kampion bëhesh me punë edhe në varësi të talentit për kushtimit ndaj sportit. Sa vështirë është sot për një boksier që kur është në ring të fitoj? Sa e vështirë është të fitoj. Varet nga prezenca, nga paraqitja dhe përgatitja e sportistit që ka përballë, se tash ai nëse dikush mund të përballet si thon, me ka një kampion, nuk mund të përballet një i ri, e kupton? Detyrimisht ka kohën e vet. Nëse dikush ka filluar sportin në 12 vjeç dhe ai ka filluar 18 vjeç, janë në moshën 20 vjeç të dy, ai ka eksperiencën që e fiton. Cili është sekreti për të fituar në boks në momentin që je përballë një kundërshtari? Punë. Po ndonjë taktik nuk ka, ndonjë gjuajtje? Shiko, mund të jesh talent sa të duash, po punove nuk arrin asgjë. Cili është dëmi më i madh që mund të marrë një boksier gjatë një ndeshje? Më fal, po kjo është një gjë që kemi parë edhe shumë fatale, domethënë deri në vdekje. Nga që kanë qenë, mbase mund të kenë qenë fizikisht ose mund të ketë qenë me shëndetin jo mirë dhe ka hyrë këto gabimet edhe doktorit ose kush ashtu, po janë fatkeqësi, me thënë. Ka ndodhur shumë herë që mund të kenë ndruar dhe jetë. Por që ose thyrje një nofullash. Ato janë gjëra që riparohen ose bëhen në të ardhmen, por që boksi unë e quaj fatkeqësi, me thënë drejtën, sepse mund të jesh kampion, mund të jesh shumë i fortë, është një moment që po të zuri grushti ike. Prandaj shumica unë kam shumë frikë boksin. Në fakt nuk është për të pasur frikë, po jo në momentin kur stërviten për qefin tim dhe për janë dy gjëra të kundëra, kur stërvitesh për qef edhe kur stërvitesh për ndeshje janë dy gjëra shumë ndryshe. Cila është sfida më e madhe për një trajner? Sfida më e madhe. Në fakt sfida është gjithmonë se ne duam të arrijmë më të mirën, po në varësi të kushteve dhe mundësitë që kemi. Sot boksi po ndiqet shumë dhe nga njerëz që nuk synojnë gara. Pse është bërë kaq i populluar? Po, nga që njerëzit tani tashmë kanë, nuk e di, kanë shumë stres, shumë njerëz të rënduar, si nga puna, si nga jeta, dhe psikologët tashmë sugjerojnë që boksi është një ndikues shumë i mirë për pjesën e kësaj gjëje që
të humbësh mendjen, të shkarkosh energjitë që tham negative dhe për pjesën e tonifikimit është më i miri. Për dobësim është. Cili është një mit për boksin që do ta ndryshoje? Atëherë, unë ta ndryshoja në cilin aspekt të ndryshoj? Një mit që nuk ka të bëj fare, thjesht e mendojmë gabim na. Atëherë kjo pikpamja e të quajtur sport të dhunshëm. E kupton? Nuk mund të quhet ai sport i ashpër, i egër i dhunshëm, sepse çdo gjë ka ndryshuar, ka evoluar. Dhe tashmë edhe për shohë shpeshat e rënda të boksit që në rang botror, nuk është më ajo që ka qenë Tysoni, që ka qenë Muhammad Ali, këto që bënin një boks të ashpër, që rrieshin, tani punojnë çdo gjë me tru, punojnë më teknikisht, nuk mund të dëmtohen, shohim më pak nokaute, nuk ka më si shbinin dikur shumë shpesh nokaute. Dhe nuk ka disnivel dhe nuk ka shumë dhunë ashpërsi. A ka një moment nga puna jote si trajner që nuk do ta harrosh kur? Si trajner, ka plot momente, varet çfarë momenti, të keq apo të mirë. Të keq. Të keq, po ka pasur dhe të keq, të thënë drejtën. Mund ta ndash me ne? Po kemi parë që ka ndruar jetë një trajner i vjetër Joni që kemi qenë në të njëjtin aktivitet. Do të jo Joni, po i ekipit të Durrësit. Ndërkohë që nga emocionet e ringut dhe mosha kishte të bënte dhe problematika e gjyqtarisë edhe ai e përjetoi shumë edhe ndroi jetë në ring aty anës ringut. Dhe nuk e harroj dot kurrë se kam qenë përballë tij. Është një gjë që s'mund ta harrosh, të lësh jetën një dikush aty në atë lloj mënyre. Me që folëm për momentin më të keq nuk e harron kur. Çfarë ndjen kur një sportist që e ke servitur vet arrin një rezultat të madh? Si ndihesh? Normalisht emocionet janë gjithmonë të mira dhe të larta, por që ne shpresojmë gjithmonë më të mirën. Dhe synojmë gjithmonë që të arrijmë atë sukses dhe nuk ka të kënaqura, e kënaqura nuk ka fund, domethënë në këtë pjesë. Do që ta arrish prapë atë emocion, do që ta krijosh gjithmonë. Çfarë këshillë ju jep çdo ditë? Boksierëve. Mos mungoni një e para. Dhe pjesa e disiplinës, ushqimit dhe trajnimit stërvitor ta kenë të rregull dhe korrekt. Edhe tashmë fëmijët dhe të rritur kanë ndryshuar, kohat janë shumë më të zgjuar dhe ka evoluar pak kjo interneti që fillojnë e klikojnë, e shikojnë dhe vetë, nuk ke shumë nevojë ti ja shpjegon diçka, ai e ka lexuar. Më përpara se ty t'ia thuash ti, dhe janë bërë të ditur me pak fjalë. Nuk janë ata fëmijët që kanë qenë dikur ose njerëzit që nuk kishin informacion rreth një gjëje. Ai mund të ketë informacion që ti mbase nuk e ke lexuar, ai e ka lexuar para teje ose e di. Ama thjesht nuk e ka praktikuar ose janë dy gjëra që ndryshme. Por që e kemi punë edhe më të lehtë, si thonë nga kjo pjesë. Nuk do që t'ja shpjegosh 10 herë një gjë. Tani kemi një rubrikë që do përgjigjesh për 3 sekonda, kemi 5 pyetje që do përgjigjesh për 3 sekonda. Për 3 sekonda 5 pyetje? Jo. 3 sekonda çdo pyetje. Forca apo mendja? Mendje. Fitoria apo përvoja? Përvoja. Stërvitja apo talent? Stërvitja. Ring apo palestër? Ring. Një kampion duhet të jetë? Duhet të jetë? Plotësoja. Suksesshëm. Një dobësi që duhet ta mposhtë çdo sportist? Dobësi? Që duhet ta mposhtë çdo sportist? Emocionet. Tani është koha që unë të bëhem një boksiere. Ta provojmë. Shmangemi? Okej. Bravo. Duart lart. Edhe gjë. Hopa. 1, 2, hop, 3. Bravo. Tani gjuajmë 1, 2, 3. 2 të majta. 1, 2, 3. Bravo. Ulemi pastaj dhe gjuajmë të djathtë. Okej, shë. 1, 2, 3. Ulemi. Hop, të djathtë. Bravo. Duart lart dhe mos u shtrëngo. Okej. Majtë e djathtë. 1, 2, bëjmë pak back mbrapa, gjuajmë të djathtë. Okej? Okej. 1, 2, hop back, djathtë. Okej? Edhe një. 1,
Hop. Bravo, të lumt. Ja pra, kjo ishte një Sfit sfidë. Fitova apo jo? me veten. Me vetë. Po, fitova. Si t'u duka? Po, Kam bëhesh, nuk premisa? është se s'bëhesh, Kam por që premisa. do pak punë. Normal. Ky pra ishte fundi kësaj intervista. Falenderoj shumë që pranove të jesh Faleminderit pjesë e ty. emisionit Vibe dhe doja të pyes se ç'a vibe da emisioni Vibe. Të emocion me këtë shikimin tënd është shumë të emocion Se shumë tani mirë. jam bërë dhe boksiere. Po. Falenderoj shumë dhe të uroj shumë sukses. Bashkë do të shihemi në palestrën tënde. Mirë se të vini. Bye. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.